Një moment spontan dhe plot humor është kthyer mënjëherë viral në rrjetet sociale pasi protagoniste e diskutimit ishte vetë Mimoza Ahmeti. Gjatë një bisede të qetë me fremerat në borë, poetja dhe konkurrentja e spektaklit ka folur hapur për moderatoren Arbana Osmani dhe bashkëshortin e saj, regjisorin Eduard Grisha, duke bërë deklarata që shkaktuan të qeshura dhe reagime të shumta online. Fillimisht Mimoza ndalte Arbana, për të cilën pranoi se kishte pasur paragjykime më herët. Megjithatë, sipas saj, qëndrimi ndaj moderatorës ka ndryshuar gjatë këtij rrugtimi në reality show. Kam pasur paragjykime, por ka filluar të më pëlqej shumë e mirë, u shpreh ajo sinqerisht. Por ajo që mori vëmendje më të madhe ishte komenti për Eduardin. Me stilin e saj të drejtë për drejtë dhe pa filtra, Mimoza nuk kurseu superlativat për regjisorin e formatit. Edhe ai burri vetë jo që është ëndër, shumë profesionist, shumë i mirë, tha ajo mes të qeshurave dhe reagimeve të fremerëve të tjerë. Momenti nuk kaloi pa u vënë re nga vetë Eduardi, i cili ripostoi video në Instagram me humor duke etiketuar Arbanën dhe duke shkruar: "E kapa Prime dhe unë", ndërkohë Arbana reagoi po ashtu me sportivitet duke shpërndar videon dhe duke komentuar me të qeshura. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.